Unë e njoh shumë mirë historinë e saj, po dua që këtë rrugtim të Liridonës ne ta ndajmë sot me ju. Kam sot në podcast Liridona Shala, e cila është themeluese e Dom Artit. Liridon, përshëndetje. Faleminderit shumë, është ne si t'jem me ju, edhe kem edhe një emocion të përparta. Do ta quaj Liridonën goca e duarve të arta. Kështu që si lidhet emri Don Art me historinë tënde, dhe me historinë e duarve të arta? Po, pacientët e mi sot e kësaj dite ja bëjnë duart e tua, duart e arta, etj, po ka qenë rastësi, me thënë të drejtën, emri Don Artit, se në momentin që morëm vendimin për të hapur një hapësirë ose klinik tashmë për të punuar, kërkoja për një muaj rresht se cili do ishte emri, çfarë më lidhte mua me punën edhe me pacientët. Dhe asnjë emër nuk shkonte, nuk i ngjeste punës. Edhe në një moment fiks 27 nëntor ka qenë madje që po merja një porosi për produktet e klinikës. Edhe thjesht duke menduar Dona, Arti, Don Art. Po Don Art është emër kosovar. Unë jam kosovare. Lidhet Arti i Donës, kështu që Don Art edhe është thjesht emër. Don Art Physio Aesthetic Clinic, sepse është klinik fizioterapie dhe estetikës së bashku.